e kanë gjuajt me një plum, e i kanë ra një si venit e tek punëm toke. Tonin kush të vrau, veç la shpirt. Edhe më kanë morën pyetje, ku fola të fjalët e mia, vjen njoni aty më shkel me kam. E më thot, mos fol, thot. Unë duhe me i quat vërtetën e burrit e me batë smive deri në fund. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim, ne do shkojmë në Gjermani, do të lidhemi me një nën, është nëna e 4 fëmijëve, është pikërisht 60 vjeçaria nga Dukagjini, e cila sot jeton në Gjermani, është larguar nga Shqipëria. Burrin ja vranë vetëm kur ishte 27 vjeç dhe prej 33 viteve ajo është në kërkim të drejtësisë për të mësuar se kush personi mori jetën bashkëshortit. Ajo ka qenë prezente në orët e vona të natës ku ka ndodhur ngjarja në vitin e largët 1995, teksa bashkëshorti i saj Ndier Tonini ishte tek kasollja e Baktive, 3 persona të panjohur e kanë goditur me armë duke i marrë jetën. Do hap dritaren, do ftoj zonjën për ta dëgjuar këtë histori të dhimbshme. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Bremen, Gjermani. E dashur, e lexova në mëngjes mesazhin tënd dhe sinqerisht më erdhi keq për historinë e jetës tuaj. Keni humbur bashkëshortin nga kjo jetë, me sa kuptova. Po, për 30 vite me radhë, si nuk është në mesin tonë. Por çfarë ka ndodhur? Ai ka ndruar jetë nga shkaqe natyrale apo e vranë? Në vitin 1995, në fillimet demokracisë, kanë pa dalë disa banda të veriut janë kanë qujtë dikur. Edhe kanë ardhur aty se kam shpinë në zonat Dukagjinit, në malet Shkodrës, në zonat veriut as ju thohet se s'po di mirë. Po, e njoh atë zonë, kam qenë. Në atë zonë. Edhe është kënë data 24 tetor dite morte 1965, 9:45 minuta e darkës. Ka dal burri, ka dal vjehri, me pish, se dikur në zhjim pish ka atje në maletona, se unë rrojmë gjuhën as dialektin për kërkan, edhe kom dal edhe unë mas ti, me zhjibajzën e vogël 7 vjeqe për doret. Me lyp bandit si në e kinë metën malë. E qartë. Muar pishën e shkoj direkt prej kasollës, si kur i fuqin banditën në vath quhet. Po? Dhe sa sill të dera e kasollës, u ka thonë, po ju këtu, e kanë gjuajt me një plum, e i kanë ra një si venit e tek punëm tokë. Jo, unë e gjeta gjallë për momentin. Dhe i frasën e tonin kush të vrau, veç la shpirt. Ka ardhi e rrit, 79 vjeqë në atë kohë kënë, ka ro aty, e mbërtit, kanë ardhë shumë njerëz, po si përpunim njerëzit të larguar, se ish kush ke armë ndër të fëmijëvet. Pra, ka qenë maskat, persona të maskuar që e kanë goditur, e kanë gjuajtur. Për maskat, nësa kanë note, në kanë none e gjysë e darkës. Në tetër. Edhe e kena marrë kufumen, e kena fut me ren. 1-2 ora, 3 skarë, kur kush vequ me fëmijë dhe me plakun, të i shtryll gjak, të i shit një legen. Edhe për momentin janë bashkue ma hala, e kanë gjithë vdekun. Burin e kena shtiu e vjehri dhe i koj shimren, e kena në qënë dysheme. Ja ku shku ke vatë për dysheme. Unë të jeshi me peshqirë. E thot vjeri, ku të mbrave pat pas gjaka s'varë, vraf zote. Vin ata kushrit e vetë, i thonë, aqës vetë mos fëll, i thonë, se nështë ta kanë ba kushrit tjerë fjallën Shkodër, e kanë ardhën e kanë bra, pa ja ishte kënë njështër. Por dua të bëj një pyetje e dashur. Në atë kohë që burrit tuaj i morën jetën, persona ende të panjohur dhe sot, ju në atë kohë ishit në gjak, në hakmarrje? As që në kene në gjak, as në hakmarrje, as si ke pas kuj gjak asvar, e tona jo zone Dukagjinit, e din shumë mirë në gjarjen, e ka burra në atë katon, si din shumë mirë atë në gjarje, e ka policia shtetit atë natë, kanë verifikue venin, unë mullova gjakun me disa mjetë
shtu aty mos ma shkelin kush gjatë natë, se ditës, kur u bashku ma halla, thonë, kush në vrau, të në vrau, na s'dishim gjëra, se s'ishte vesh me vje, rinua me 3 fëmijë një ko pas më falë në barkë, se e mje për faqet, të ne erdhen edhe të LTR, si thonë, mos u mërzit, thonë, se ne kanë vra, s'kanë boshere, kush rriteti i Shkodër, për ajo ishe pa vërtet. Në kohë, atë natë, se moj men njës janë 30 vite, kanë ardhë ekspertiza prej Tirane 3 mikrobuza, pas barë drita mirë. Po. Edhe kanë marrë mërë pytje, e më kam thonë, kush në kenë në vend gjarje, jëmë kenë me vajzën, vajza 7 vjeqë. Edhe 17 vetë ta të rëgën gjarje. Mirë, u të i folë ato që akom po, që akom një, vjen një pesën aty, që i bisedojnë për jo, përsu do të bëj publike të njënë gjithë kush, se kom problem, se më kanë shtegua fëmija, se janë fëmija 3 djel, jam malsore. U duhe me i quat vërtetën e burrit e me batë fëmive deri në fund, si mos të kemi pengë, as fëmijatli. Për tjetë nuk më interesoj. Të besoj. Edhe më kanë morën pyetje, ku folë ato fjallët e mija, vjen njoni aty më shkel me kam. Moter e dashtun, e më thot, mos fëllë, thot. Po jam kene re, e mosh e re, me met me 4 jetime, me i plak, qa kishte me ditu në atë po. Po, përsa dita e javë diftova. Por pse ky person do shkeli këmbë dhe të tha mos fol? Mos fëllë qa kje po, qa kje një atë natë. E njihje ti këtë person? E njohet ta thëmë për ofer. Edhe si përfonim, e mbyll me një ty. Iken ekspertiza, edhe policia rrethit Shkodër, se Dukazhinit si në atë kohë, erdhen, nuk zbuluan qa, dhe nëse me marrë shenin e kufinit, nuk një gjuën, iken. E në esret bashkohet populli me varros kufomen, edhe thot vjehria, a më në burat e Dukazhinit, ja thëm një fjallë, më të regoni, kush ma vrau këtë djallë, po i pos hakas hilas, zhakas varë, e më shërruan sytë e balit, e më fiken konakun, dalin e të më tiftojnë e të thonë, unë ta bona këtë punë, edhe ta vrava për një këtë punë. Edhe s'duel njëri gjallë, kena varros, kena nisë, re vje hërjetesën, si me jetua me rritë 4 fëmijë, se njoni s'ki ardhe një jetë alo, edhe u bashkuan tashma njerëzit si u bashkohin ka anë e jonë, se pa ka shumë mund t'i dini edhe si dini. Po. Edhe më marrë mua prapë, më pysin. A ke po, a ke një krejt. I kom po, nuk kom po kanë me njoftë. Se ka kanec, e kur kanë shitën ta, i kom një kur kanë thane vrave. E si tha njani shoqit, qa kryet me ta. E dashur, më lejo të ndërpres dhe të pyes pak që ta kuptoj qartë. Ti ke qenë në vendin e ngjarjes dhe ke qenë dëshmitare për vrasjen e bashortit. Ti ke arritur të shikosh personat, por nuk e mundur do t'i njohosh. Jo, 3 vjet i kom po s'kom arrit t'i njoh natën. Dhe ke dëgjuar zërin e njërit prej tyre që ka thënë e vrave. Një vaserin e tyne të njën t'i tha e vrave, i thot tjetëri ec qa kryet me te. Njeri po feshëm. Edhe në qofse, ky fjallim bëhet publik, janë shumë njerëz, shumë dashamirë, si e din këtë ngjarja lën, nesë ne kanë diftua. As mua, as fëmijëve. Edhe në qofse këta njerëz dalin e tregojnë se unë ta bona këtë dëm. Kallëzojnë si burrat, të vinën rrugë se a kam pa thonë dikur i forti vale i ligu vret. E qartë. Edhe nuk duhen. Jenë me disa janar, se i kom t'inqizua me në kasetën, majtofon në ato vitat e në manësit të Dukazhinit. Me 11 janar, mos kjo shka gabim, realon janar, ajo bonda e veri u t'u kapë. Pra, disa ko pas vrasjes burrit tuaj, banda që dyshoi u ndalua nga policia. Po, edhe jep lojme të thotë u ka bonda e veriut, filan njeri, edhe akuzohen për vrasjen e tënin
Kroneqit, se ka pas të një kroveqi burri. E latër, kur një gjunë lojmet, mileti erdhen e na mu shpia plëner shqyr si do gjaku. Ata u arrestuar, ban një vit burg, kam ra 7 herën që ka shkoder me i fmi 2 muajshën gryk. 7 herë, që ka dhe vetëm o plaku. Edhe ja landëmimin, ata dolen po feshëm, noshta, unë sa kuzoj kanë, janë e latat po feshëm, nuk i di, nëse di mirë, unë me fmit mi nuk e di, si da e gisht kukuj. Veç, në qofë sa ta personas janë arrestue, kanë bërë pa i vitë burg, din që o për këtë ngjarje, i bëj thirrje publikisht, të dalin një njeri në zonë të Kazhinit, e thonë filanin e vrome për këtë arsye çdo gjë mëllem. E dashur, unë dua të pyes, burri juaj i Ndjeri ka pasur lidhje, njohje me këta persona, bandën e Veriut? Jo, farë njohjet jo, ja, kurse djali i arës ty në po. Djali i arës ty në po. Djali i Haxhës. Por këta persona jetonin afër në të njëjtin fshat apo në fshatra, sa larg ishin nga fshati juaj, nga vendi juaj? Ata kanë jetuar 2 fshatra të ndryshme. Më mërmenja ka jorë larg nesh. Ka jorë. Në dyshimet tuaja, ata kanë ardhur për të vjedhur dhe e vran apo? Sigurisht. Po, ky njofti, ai si djali jorë, si kënë ka shkojnë këta me vjedhi ka njoft, ata e din e lësët, pa i ka dek, po ka të afërmi të jeti gjallë, si mund të apin i rrugzgjidhja, po derin sot s'ne kanë lanë. Ka nikëm, kanë lanë me 4 jetime, me i plakën rrugë male, kam arrit deri një të ku jam sot, me shumë vështirësi e sakrifice e vujtje një me 25 vjeqe. E kuptoj, për falë Zotit, fëmijët janë rritur dhe është në mbështetja jote më e madhe. Po, faleminderit Zotit. Tash, unë po të marrë ty vesh, çfarë rrugë mund të njekë unë për me djeri konkluzion i përfunim, si mos të kastigohen këta të redjel, se sot jam në pozita shumë të pështira. Se mund të më thueshti, zonja gazetare, jam se nuk di, më pyet njënje, më pyet tjetëri, më thot, pse më i nën tash 30 vjetë zdit me gja për babdemin, po qa di nënave që shekesh këm po dhe unë si gjithë kush. Tash më në kushtet më të vështira si mund tjeti nënë. Se s'di si u thot. Unë dua të pyes, vendimi i gjykatës në ato kohë për këta persona i nxori të pafajshëm për vrasjen e burrit tuaj? Po, i pa tjerë pa feshim 2 persona. Në është ta jënë edhe të pa feshim, ata diçka din, 100% ata din se kush e ka vro, e nuk flasin. Por prokuroria nuk bëri hetime për ngjarjen e rëndë në ato vite? Prokuroria tha që dhe njëherë ka që ekspertizen prej Tiranit o Shkodrës di ka ardhen, kanë rati në vërë shpis, kanë verifikuar venin, kanë marrën pyetje mua dhe babë borritem, kena folë që kena po, që kena një gjuhe, dole i kena më shepë se u tut me se s'dishim ku pa gabojmë, se ishin fillimet e demokracisë, se ish çdo njeri i marrë me në krah. Edhe detyruame me hesht. Një kohë, kur u kapen në janar, ata u kapen se, më falë për shprehjen, por dhunuan të murgesha në qenet zonë sto brek lumi shkallë, quhet ai vend. E qartë. Afër thet. Edhe atë një përzim u akuzuan këta. Nuk thënë që autor, po bashkëpunëtor në vrasjet të Nin Kroneqit. Janë letrat në gjykat, janë të nanas këna mujtë me zbulue, u me fmi vëgjele plaku sot për nesër, jam detyrua kam lanë, kam hesht. Kur? O gjan jam, tjerë të orës 2. Para spisin, në mi muren këta 3 djelë, me jafrua afer vetit e më thonë, njështu ka nëllë, nuk kena koris, s'kena more, e kanë mragën, e leshnet e miru poshim, sot, jam midis 2 zjarëve, i thënë ana, kom ardhë, në Gjermania zilon të ta 7 vjetë, kom përfitu e letrat me djalin e vogël, se në mune laqë vetëm. Tash, djalin e ma,
Te kom në Itali, po dokumenta. Qëllin e dytë e kom me vetin zezë si s'kudzoj me mojt mi 3 muaj. I kom mon ato gjanat këtu në Gjermani në azil, si kur po flas me ty, mi kanë marrë për bazë, i kanë verifikue, i kanë gjithë të nësartë edhe në pajisen me leje qëndrimit 3 vjeqarë, si është regulli. E qartë, pas 3 viteve bëndë rinovimin. Ndërkohë, ju keni 3 djemë dhe një vajzë? Po, 3 djemë e vajzë. Moj madhja vajza. Më madhja është vajza. Kur të vdiq buri, ishe shtazan me djalin e vogël? Jam kem 2 muaj e gjysëm, ka një tema 7 muajvet. 7 muaj pas vdekjes... 7 muaj mas vdekjes burit, e më kalin djali, e kom kalu një jetë të vështirë, se për me kënë afer aty të kalëzaj shumë, por unë s'di që rrugë me një këtash, ligjore, private, nuk di, ka jamaj, për mos me dëmtua fëmijë. Por pse, fëmijët sot në moshë madhore e kërkojnë të zbulojnë kush ishte personi që u mori jetën babait? E kërkojnë se pej për kërët të në mëri më të reme, sa notë si se përmen këj vogli e dytje tonë, si më e nonë, thotë, s'doli njerit ashtë 30 vjetë me ne thonë, po ndash më e nonë se, duel filani, po hajni më redjarë se s'ka për ju, administratore me mëllë, edhe njesër ndalë, që kujti, u luftoj me mëllë dhe mos me hi vrasën e për fise, am kuptër. Jo, ajo nuk duhet të ndodhë, në mënyrë absolute nuk duhet të ndodhë kjo gjë, por për gjithë historinë tuaj, dhe pse kanë kaluar 33 vite, ti ke qenë 27 vjeç që i bie në atë kohë. Po. Veshe robën e zezë dhe jetën ja dedikove fëmijëve. Jetën jo këmë dedikua fëmijëve të dhe gjithë tyre. Vjerit. Këm pas për krahen e vllazëve shumë të mallet, 90 babës, gjatë aty në viteve, se gjithë kush ka kënë me hëlle. E qartë, kanë qenë vitet vështira për të gjithë. Atë më kanë vllazënit, baba, kam ra shkollë, po më shpi me sire për 13 vjetë. Ple me dylim, po me shtit vogël, edhe aty më sulmoj shtetjes dhe shtë me mlanë me nërdue. Këm kalu shumë hallë, po të në pëjlanje nënveç. I kom t'in qizua me në gjarjen, kur i kanë kopë ta njerëzit e akuzuam, i kom në kaset majtofonit. Edhe, i kom t'in qizua, ma i kom lanë në Shqipëri, në Shkodër, e i marë. U do si të vite ju, unë do me ba publike, pa që të në Shqipnis. Po, ju keni t'i ingjizuar personat e dyshuar që kanë vrarë burin tuaj, momenti që kanë folur për para gjukatës, trupi gjukues. Po, trupi gjukues, jasë a i kohët t'i apin rrugë zgjidhje, se i kapi, se i akuzoj, kur një kohë nësë kena vonë kur farë denënësimit në shtetë nësë i familje. Absolutisht. Unë as vjerë, as kunoti, unë me familjen teme s'ku vonë kur farë denënësimit. Kush e ka vonë, mund të përgjigjet vetë. Nësë i familje s'kena vonë gjë. Nësë i familje s'kena shku në shtetë me i thonë kap filonin e kap filonin. I ka kop shteti vetë, për i gjatë tjetër kanë dalë gjëna tjera. E qartë, e kuptoj, ata persona kanë dalë të pafajshëm në çështjen tuaj, pra ata kanë patur dhe akuza shumë të rënda. Ata në burg kanë qëndruar, se janë akuzuar për përdhunimin e murgeshave, besoj dhe për krime të tjera, duke ditur që në ato vite kanë qenë persona të rrezikshëm për atë zonë. Kjo e hallin tem, si mos i nëllë kujë. Edhe kalova jetë 8 anë, i rini 8 anë, javë dedikova fëmijëve, vjerrit, jetës, shtëpis, vuajtjeve, s'ko qatë të më gjatë, shtu si në qofë se bëj gabim, me shprej, me publikun, me vëndi ku i sinjal, si në ditë gjaj, presën dalin si burrat e si burneshat, që e ka traditës me jonë, thonë, më falë një përkesh vite, si kanë shkua po këtë gabim, gjonat shkojnë venave si gjithmonë. Unë besoj që askush nga kriminellet nuk e merr guximin të dalë dhe të thoj publikisht unë e bëra krimin dhe unë ja mora jetën dikujt. Nuk besoj, pavarësisht se Shqipëria mbahet për zonën veriore që burrat marrin guximin dhe flasin si burra, por një kriminal nuk do e bënte kurrë. Ka shumë psehe kjo vrasje, zonja gazetare, ka shumë psehe, se janë përfshim shumë njerëz në këto grabitje. Kur erdhen me bjellë të djali Orçës,
A i di qa din, kush o kene, kush e konsul mua, pas kalzojnë gjallë, ata iken, me familjet vete, e lanë mua, me agjëne vetën rrugë të male, si agja i fëmijët, a i ka pa i koher, por, për 30 vite me rronë, nuk i murin, djelë të ti, me au folë 2 lofe, veç 2, edhe mos me kenë fëmijat të kryetzonë, qëmë kryetzonë, por mes me kenë të vromë shpirtnisht e në zemër, për që ne ka nuk. E dashur, unë dua të pyes, pas vrasjes së burrit, dyshimet më të mëdha tek ju, tek vjerri juaj i ndjerën atë kohë, kush ishin? A kishit ju dyshime për... Unë do të pretendoj si ti thëmë për Rafer, aty janë shumë psehe, janë shumë pikpytje, po janë pa titull. Janë pa, si me ta shpjegu aty, jo filoni, jo banesën atë në Dukazhin si e kem baba në tokë të huaj, banesën vjehrien, në fillimet partijës punës, umë ledhen burat, me ledhen rumullak shpin, me lona të desit në avojnë ata njerës shpin, si mjetë ma kanë djegë, ato. Por, dyshimet e tua, a i ke thënë ndonjëherë në prokurori? Emra konkrete cilën ti dyshon që i morën jetën burrit tuaj? Aty në gjykat i ku folë që atë e mija jenë të shkrua me gjitha në gjykat jenë i gjenë, po kom shkua me i kërkua s'mi kanë marë. Nuk mi kanë marë letrat, më kanë ofendua atë në zyre, po se mojnë anë atë gjyshto, atë zyrtare. Të ofendua? Pse të ofenduan? E dashur, pse të ofenduan? Ti ishe gruaja e viktimës që më e dëmtuara në këtë rast. Pse më ofenduen, ata se më kënë rëgjini i atil me folë fjallën e lire, mos me ju të utkull. A më kuptën? Dhe në ato vite ka ndodhur të situata? Atëru, më nëllit prapëllej gafë e vogël, bona shpinë, e boni djali me sakrificat të mloja të ineni mua vlasnija dasha mirë. Atër, erdhë policia, e më rëthuan shpinë, edhe më thirën në Shkodër, më denuan 4 muaj burg, 8 muaj të tyrën paraqitje, më thiri prokuroria, shkova në zyre, ajo prokurore bëft herë kuasët, si më një mëj, më la të retimin e duhur, më dzur letrat atje në gjykat, ajo i dzur, mua s'mila. Mua më tha, hajtë se po shkoj u theti, gjete mila dhe më tha, sy Gjermanin. Falë zotit e se oj, jam sot në Gjermani me djole, me dokumenta. Dhe më vjen mirë që e pajisur me dokumenta dhe ke marrë nga institucionet gjermane dokumentat lejen e qëndrimit. Por dua të pyes, e dashur, në momentin që prokuroria e mbylli çështjen, bëri hetime, kishte disa të dyshuar, dolën të pafajshëm në këtë histori, u mbyll dosja. Veprojnë kështu atë zona, Katuni. U bashkuan në 4 komite e fisit në atë kosi ishin, edhe bajraktori me ta. Po? Edhe na vjenë nderni, vjehritan, ishqyshe vetëm me mua me 4 fëmijë djallit. Hinë mren, i thonë, o, filoni kena ardhë me të kërkua besot për filon familje, ose me të babe me si e kanë zakoni, o, edhe me të përgjisat e të pafeshim, ato se pranua me na. Pse nuk e pranuat? Kur ata kërkuan dhe dhanë besën që ishin të pafajshëm? Nuk e pranua me brigjon se fëmija ishin të vëgjën, plaku ish vetëm, aty duhet me kanë të mledhën të në fisi si ishim vetëm mua plaku aty. Ka kishim me venus. Po marë, janë gjinja gjallë mërë si e kanë bo pleshtin, ti thëmë me emën për e jofe, po dikuj do t'ja marë numrin e keme i pyt. E ko marë djepin e djallit, 6 muaj shëndjep, ja ku vun të para. Këmë thanë, një ky fëmi ka vetën bark, ur të rritet, ky ka me në vetë, ku kom babën, i 2 fjallëm do të mja thanë. Edhe s'kena ba me kanu se u nuk e qëtë gjanë. Edhe me që kryetëzonë, ka në moralit tonë atje mentaliteti i Dukazhinësve, si e kena sot i kanë.
Por pse kjo familje, se nuk po e kuptoj, pse kjo familje erdhi kërkoi falje, jo falje, erdhi kërkoi dha besën që ishin të pafajshëm. Ju kishit dyshime te kjo familje se këta mund ta kishin bërë krimin? Na si shtëpis kishim dyshime veç çaj ki kap shteti. Nuk kena kapën, as kena akuzokën, po i kapi shteti, thot shteti i deklaruan vetë ata. Familjarët e atyre personave që u ndaluan dhe u dyshuan për vrasje, ata të erdhën në shtëpi? Ata atër i zbulej shteti vetë, se nas tishim se në që i kom më i zonja gazetare, i kom të natim që i zome si i kalon lojmet shteti. Shtetit kapin lajmëtarin cila lojmet, akuzat e personave, denimin e tynet, se nas kena denua kërkan, as kena akuzu kërkan, veç shteti vetë. Edhe mylli shteti çdo gjë. Por këta persona që u dyshuan dhe u arrestuan nga policia se mund të ishin ata që kryen krimin e rënd dhe vran bashortin tuaj, çfarë deklaruan në gjykat? Unë kam hinë gjykat vetë, ke qenë prezente. Kanë pyet. Ata i kam po gjatë ditës ata persona, i kam po vetë gjatë ditës. Po dyshuan se po në nullë që në nulli. Pra ata persona që u arrestuan, atë ditë që ndodhi krimi i ke parë në fshat? Po, i kom po unë shumë fshatar. Po? Edhe, ndoj po vraburia. Si njeri më i po feshim s'ka shkum këtë botë, se shkojaj. Atër, nësë kena di, kur ku me gisht as pika as presje, nësë i shpi. Vesh që ka deklarua shteti vetë, që ka kop shteti vetë. Por ata në gjukat çfarë thanë vetë? Të dyshuarit? Në gjukat, më thanë, mua si i patën policë të ndorë, ka del për i gjukatët me i patën ka dytë, të rafë pika, më thanë, se ta kom vrau, po ta ka vrau tjetër kush. Që kesh? Ashtë diskutimi asaj i gjukatës. Kena shkuat zdi sa herë me vjerën në gjysh, ata gjyshtarë që e gjukashin mbarët se si e thonë atë lidhet me te, i dhurën pa peshëm. E dashur, ti ata persone ka arritur t'i shikosh atë natë, edhe pse nuk i ke njohur? Jo, me i po në për tërë, po me njoftë kanë jo. Fiziku i tyre, a kishte ngjashmëri me fizikun e atyre personave që dyshohej? Tash, nuk mund ta përshkruaj për larg. E kuptoj. Ndaj kjo ka ngelur një enigëm dhe ende nuk është mësuar, dhe pse kanë kaluar 33 vite nga vrasja e bashortit tuaj. Unë kam thënë atë natë, u tha vllavi jam, binje qenin e kufinit nuk pranuan. U lyp me shumë njim atë natës në ella shteti, e më luan çdo gjë në shteti e i kene shkuar. Ja sa i kohet, në fillimet demokracisë në 96-ën. Dua të pyes, fëmijët e tjerë sa vjeç ishin kur babai i tyre ndroi jetë? Vajza 7 vjeç, djali im 4 vjeç, djali 2 vjeç. I vogli mbar knans. Shumë të vegjël dhe besoj që ke patur të vështirë kur janë rritur dhe të kanë pyetur për babain e tyre. Normal, se mësim po unë zgjetam shtetjet e kurkush, as të shtetja, as të kurkush në Shqipni zgjetam shtetjeve, shte dy kryetar komunash më nimuan. Me madhoni copë buksot për ata fëmijë, sa kinë mundësi, i falë në rejëllë sot ku janë. Kom respekt për ta të tresim të koj me i nërruhe të kryetar administratet. Edhe i pension të vogël 33.000 lekë vjetra, jo 3. Që nuk janë asgjë, aq para për të jetuar. Atër u paralizova, përfunova në spital, të në Gjermania ma perua 2 herë në Shqipni 4 herë. O, të shkuara, por si e sot me shëndet? Sot jam mirë bëma si jetin, kom një shof një plas me ta. U ja u kom lyp fëmijëve këtë ballafaqim me ty se i njek rregullisht, i njek shumë këto. E dashur, unë të premtoj që do flas me avokatin Hidayet Beqiri për rastin tuaj, i cili padyshim që do na ndihmoj. Ajo që unë kuptoj është që ti do rihapësh çështjen nga e para për të rinisur hetimet nga e para. Kur nuk është vonë për të zbuluar një krim, sepse kemi parë dhe kemi dëgjuar që janë zbuluar krime dhe pas 40 viteve. Por sido që të jetë, koha e gjatë
e bën më të vështirë hetimin? Mërvesh, di si e po me të vështirë se faktet, provat të cilat zhduken, eliminohen gjatë viteve dhe e bën më të vështirë. Pra faza e hetimit bëhet akoma më e vështirë për anën e prokurorisë. Por duhet të rihapur çështja, këtë kërkon. Ti këmbgul ta çosh drejtësi në fund. Se s'kam fuqi e fëmijë nuk i la mu marr me atë punë, s'kam fuqi edhe duhet avukati i posaçëm. Ku marru avokatin kur që me zoja si e presi biletë, unë s'punoj veç djali ka fillu pak punë tash, që na kena zilonda. Sa video boj që në Gjermani? Po 7 vjetë boj me ngush, po kena nej 3 vjetë në azil. 3 vite në azil dhe tani jeni në shtëpi, më vjen mirë. Jeta në Gjermani më e mirë se Shkodra? Si veni ytë s'ka kun botë. Ma mërmenja mu e veç, ka po ka nona për ulade, po në gjithë qysh. Por besoj ka ndryshuar për mirë jeta juaj aty, qoftë dhe nga ana e shëndetit. Po, faleminderit Zotit, gjinah me ankue, me letra, jem shpinë e këllon shteti, pak e paguim vete, pak ne pagu shteti, veç kom fëmijë 2 jetë rrugave si po më pëlset shpirtje zemra se s'pëj shoha, s'pëj bashkëj. E në fakt nuk ja se para se fundit nën që fëmijët i kanë emigrim. Ashtu pa letra, në mënyrë ilegale, kështu jeton pjesa më e madhe shqiptarëve. Shumë e si shpreti, kreti dijem se e di se është shumë e vështirë, po gjithsesi di si do bëjmë vëlla këtu. Rëndësi ka ti kesh mirë. Rëndësi ka ti kesh mirë me shëndet, të jenë mirë, por edhe pse janë larg teje, tani ky komunikimi i teknologjisë me telefona është shumë afër. Rëndësi ka të kenë jetë dhe shëndet, kjo është e rëndësishme. E di se kanë me msho, e di se kanë me ofendue, pse ka dalë në televizor, pse ka hap këtë çështje, pse kështu, pse pe hapi këtë çështje, u pe hapi pri arsye. Se diton duka gjinje katuni ku shoken, mi moshën 16 vjetë pjetë derin 30 vjeç këtana. E di në ngjarjen krejt. Edhe më shepin gjitha, edhe ta fermiteti, edhe shumë njerëz. Mos të marrim kënë qaf, dalin për lëk, tonë e bonau, çdo gjonë vehet në vetë. Pse, ti dyshon se Katundi ku keni jetuar dhe ka ndodhur ngjarja e din se kush janë dhe autorët? Ata autorët nuk e di, po bashkautor. Ata e në quaj gjithër bashkautor. Jo, autor, am kupton. E qartë, bashkautor. Sepse kanë qenë disa persona, ti ke parë 3 persona. Njëri ka bërë krimin, të tjerët kanë qenë bashkautor në krim. Se gisht si kena bu kërkuj, na si shpi si kena bu gisht ku. Ja ka bu shteti vetë si i kapi për murgesha. 90, i të kanë 96. Se burri dishin 8 në 90 janar, në janarjen ka pa ta, djalim lini mu në maj, një kesh diferencash. Nëse autorët, të cilët ende nuk dijen, thjesht ju keni dyshimet tuaja si bashkëshorte që e keni vuajtur këtë ngjarje për 33 vite, por ende nuk dihet e vërteta. Nëse autorët do t'i kishe përballë, siç më ke mua sot, çfarë do i thoshe? Në banimin tem, për mos me cenue autoritetin e moralin e shtëpisë ku kam shkue, ku jam le, ku jam rrit, e jetën e fëmijëve si kom rrit me vuajtje me sakrificë, i thëm këtë gjanë, qofë se diti kur gjanë, arsyen pse e ku tek, vinë gjanat me radhate. Ose i myllim punë, ose na përgjigjem pse na vonë, se u jam iniciatore me i myllë, për beso u fëmijëve sot, beso i rinisë sotit. Ta më kupton? Të kuptoj qartë. Ti e gatshme dhe ti falësh, ta falësh gjakun e bashortit, nëse ata do marrin guximin. Jo me iniciatorja e parë, se burri jam më para si vetëmi e barën më të madhe e mako vuajto. Si grue e si nane fëmijëve të tij. Ata si janë kanë aty e kanë gojën lirshëm me folë çka tu ketë dëshirë për veti. Se në halin tem, se kanë kjo e kuras kanë orë rrëthimit ta me fëmijëve mi më kalonë në rrugë të mollë, sot faleminderit Zoti ka fëmijë që në shëmirë. Qoftë se dikush din gjanë për këtë çështje,
Në qoftë se u i komën Shqipni ato inqizimet, Po. të më thuaj Shqip, mërëna mundësive, nështë i gjej, ato i komën mërën, por... Në ditët në vijim do flasim dhe do na i vësh në dispozicion dhe ato inqizime që ti i ruan dhe i ke në Shkodër. Por ti bën thirrje që kushdo që e di këtë histori të marrë guximin qoftë dhe anonim të flasi, të zbardhet e vërteta. Ore, dolin anonime, dolin e vërteta, si ka nollën ngjarja, mos të rrim gjithmonë me brengën zemër në shpirt. Si fëmija tjerë ti përfshit i la jashtë. Se në t'i shkem puna për me avit diqa, kina vit jetimat, nuk më kinë vetëm me plan. Qëre, një zonë, një dukazhinit, dolin e flasin për filan, din palë kroveqë jam mu. Bukur është Anton, tonin gjelosh kroveqë. Unë uroj dhe shpresoj që të ketë njerëz dhe të marrin guximin për të treguar të vërtetën nëse e njohin ngjarjen dhe e dinë se kush mund të jenë autorët, sepse ata persona dhe pse kanë kaluar 33 vite meritojnë të jenë pasekurave dhe të kryejnë dënimin për vrasjen e kryer në 95-ën. Jo, nështë i kanë bo, nështë kanë kënë edhe mas hekurave, nësë dim gjo. Jo, nëse ata do ishin dënuar patjetër. Nëse do kishte persona, e dashur, nëse do kishte një person, 1 apo 2 apo 3 persona të dënuar për vrasjen e bashortit tuaj, padyshim që ti do njoftoheshe nga gjykata. Patjetër që do njoftoheshe, kështu që unë nuk mendoj që ata persona e kanë kryer dënimin, janë gjetur autorët e kanë kryer dënimin dhe ju nuk dini gjë. Unë besoj që e kanë ngelur një ngjarje pa autor. Pa autor është. Ngjarje pa autor tash 30 vjet. Unë uroj. Edhe pse komunë këtë iniciativë, se kanë zbuluar vora masive, kanë zbuluar çfarë lloj vrasjet, në Itali e të na shtetet se i komjek me vëmendje. E qartë, e besoj që më ke ndjekur në për programe në emisione që unë kam bërë, rastit nuk i ngjan, rastet janë të dhimbshme, normalisht, edhe historia juaj është goxha e dhimbshme, por uroj që drejtësia të shkojë deri në fund, sepse kjo është një plagë e dytë akoma që të dhëm më shumë, dhe e besoj dhimbjen tuaj. Po si është, më vëmë si kur atë ditë që e kom gjithë vrëm. E kom marrë vete fut mërën me vjerën e me këfëshin. Po i saj e kom. Shmija në këndë bëgjëzdi në gjë, po ta shmija vinë të i ta kërku i saj fjale, ta dinë. Se kur i një ka flet në përshpia, si s'ne kalzoj nona, si se di nona i dvetit nona, se din se me ditë dalë faqet tonë kryeministristi në homë stedi Roma. Mirë, ne do vetemi bashkë në kontakte, dashur, unë do flas me avokati. Të përshëndes nga Tirana. Tyre, zonja gazetore, unë nuk kam akuzuar kërkën as akuzoj. Patjetër, ti kërkon të mësosh të vërtetën, është e drejta jote. Të kërkosh të vërtetën kush të vrau burrin, është e drejta jote. Ai person duhet të jetë pasekurave. Tash 30 vjet, pse s'doli njëri me thonë, njështu ka në edhe miru poshim. Mirë, do mbetemi në kontakt, të përshëndes nga Tirana. Miru pafshim. Përshëndes nga Gjermania, miru takoshim, kur do herë. Qyës, thola na Gjermanisht, po flas Gjermanisht. Hajt, miru pafshim. Miru pafshim. Mirë të dashumish, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live, unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite, live ora 10 e kam kthyer tradit, jam me këto histori njerëzore, histori shqiptare që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Mirupafshim dhe ridëgjohemi nesër.